Përshëndetje të dashur miq dhe mikesha, ja ku I takuam përsëri për një video të re të gjuhës italiane. Sot do të flasim për përdorimin e fjalës krah në gjuhën italiane. Dhe vetë titulli thot uso delle parole, pra përdorimi I këtyre fjalëve. Nëse shikoni, të katërt fjali kanë të përbashkët fjalën braccia, braccia, braccio, braccia, braccio. Pra, çfarë kuptimi kanë këto fjalit dhe si përkthejmë në gjuhën shqipe? Le të fillojmë me të parën. Lo hanno accolto a braccia aperte. Pra, në shqip ta përkthenim, e kam pritur krah hapur. Pra, do të thotë që e kam pritur mirë. Pra, kur dëgjojmë një shprehje të tillë në gjuhën italiane, do të thonë që gjëja është e mirë, një gjë e mirë. Mio padre dice che io sono il suo braccio destro. Babai im thotë që unë jam krahu I tij I djathtë. Pra, krahu I djathtë është dikush që ke shumë besim. Non potevo fare niente per lui, avevo le braccia legate. Nuk mund të bëj asgjë për të, I kisha duart e lidhura. Pra, në shqip ne themi duart e lidhura dhe jo krahët e lidhur. Pra, nuk mund të bëj asnjë gjë personi. Al bambino piace tanto essere tenuto in braccio. Fëmijës I pëlqen shumë të më mbahet në krah. Ky ishte edhe mësimi I ditës së sotme, ishte një mësim I thjeshtë. Në qoftë se ju pëlqejnë këto lloj mësimet, më shkruani te komente, doni apo jo mësime të tilla me këto lloj fjalësh, dhe unë do përpiqem të gjej fjalë të tjera. Gjithashtu do bëj edhe disa fjali në italisht, por njerëzit që nuk duan të studiojnë gramatik, por të duan thjesht të gati gjërat. Do të quhet Italiano Sprint. Faleminderit për vëmendjen dhe gjithashtu mos harroni të bëni like videos nëse ju pëlqeu, ta shpërndani dhe të regjistrojeni në kanal. Më falni se nuk e shkruaj dot tek video, sepse nga këtu nuk I bëj dot sepse I xhiroj me celular dhe direkt nga celulari. Faleminderit edhe një herë dhe miru dëgjofshim në video të tjera.